Substantiated. You see, I cannot even say it. Dhe kaq mund të them për sa i përket atij artikulli, i cili për mendimin tim ishte falso dhe i pabazuar. Fakti që jam akuzuar dhe unë nuk përbën lajme. Një pyetje për zotin Fyle, Aristei Lumezi nga Gazeta Panorama. Pas takimit sotëm, zoti Fyle, sa afër është Shqipëria drejt marrjes së statusit të vendit kandidat për në BE dhe cila mund të ishin ato arsye apo rrethana që do ta penalizonin sërish në qershor Shqipërinë? Faleminderit. Listen, the conditions have been clearly set by the member states in December. Për sa i përket konkluzioneve, ato kanë qenë të qarta dhe janë nxjerrë nga shtetet anëtare në muajin dhjetor. And they focus mainly on showing the continuing credible track record in fight against corruption and organized crime. Janë fokusuar kryesisht në përpjekje që duhet të vazhdojnë për sa i përket luftës për të treguar pra një historik në vazhdimsi të luftës kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar. And while there is still a certain time framework between now and presenting the report to the member states, I have already shared our preliminary assessment with the participants of the second high-level dialogue. Dhe ka pra kohë për sa i përket që nga dita e sotme të themi deri në momentin kur ne do të dorëzojmë një raport për vlerësimin që do të bëhet për Shqipërinë, megjithatë mund të them që një vlerësim paraprak unë kam darë sot me pjesëmarrësit e seancës apo takimit të dytë të dialogut të nivelit të lartë. And I have appreciated the work being done, particularly in those two areas, and indeed the track record becoming more and more credible. Dhe unë e kam vlerësuar punën që është bërë tashmë, sidomos për sa i përket atyre çështjeve që kanë të bëjnë me prioritetet kyçe dhe e shoh pra që ky historik ose siç quhet në anglisht track record po bëhet gjithnjë e më shumë I besueshëm. And I think that continuing in the same direction as until now, Albania is on the best way to create the conditions for the member states in June to decide on granting the candidate status to your country. Duke vazhduar pra pikërisht në këtë drejtim, siç është punuar deri më tash, unë besoj se Shqipëria do të ishte në rrugën e duhur apo kjo do të ishte mënyra më e mirë që të krijoheshin kushtet e duhura për shtetet anëtare në qershor që të vendosnin për statusin e vendit kandidat për Shqipërinë. But the decision is to be made in June. It is going to be made by the 28 member states, so it's important that no time is spared to continue building on that good job being done so far. Por ama vendimi do të merret në qershor, ky vendim do të merret nga 28 shtete anëtare, ndaj është e rëndësishme që e gjithë koha të përdoret për të ecur në këtë drejtim të mirë dhe pikërisht në sa të kësaj pune të mirë që është bërë. Radha ishte e zotërisë këtu, po Panorama hyri nga ana e barazisë gjinore. Mu shumë luvit taki česki, ale luvive albanski nebo anglitski, ne vime to, ale dobri den pane... O djallë, folë shqip se kemi shqip dhe anglisht këtë, se kemi... Po, përshëndetje flas shqip. Apo je korespondent... Përshëndetje, po, I televizioni çek, edhe I fola çekisht. Ah, okay, mirë, dakor. Shqip dhe anglisht. Po, I am speaking in Albanian now, right now. Zoti Fyle, ju përmendët një takim tjetër në Tiranë në qershor. Por nuk bëhet qartë datën se kur do bëhet takimi I radhës në Tiranë. Mund ta dim datën e saktë ku do bëhet takimi në Tiranë dhe pse duhet ky takim kur në datë 24 qershor vendet anëtare do marrin vendimin për statusin kandidat. Për momentin kemi vendosur vetëm orën, do jetë në ora 11. Dhe përsa I përket Kosovës, kemi deklarata drejtuar Komisionit Evropian për liberalizimin e vizave nga zonja Fajon dhe zonja Lunacek. A do t'i paraqisni Komisionit Evropian një raport për liberalizimin e vizave përpara mbarimit mandatit tuaj si komisioner për zgjerimin? Këto kisha, faleminderit.
Faleminderit. Now, concerning your second question, we are definitely not in the mood of cleaning our working tables, so we will do our best indeed to share such a report with the Member States and the European Parliament. Për sa I përket pyetjes tuaj të dytë, do të thosha që kjo ka të bëjë me gjithë agjendën tonë të ngjeshur që kemi dhe që ne do të bëjmë të pamundurën që ta ndajmë një raport të tillë me shtetet anëtare dhe me Parlamentin. Now, when I was talking about the June as a date for the third high-level dialogue meeting, what we have agreed is that it would be important to come with the report and actually present this report here in Tirana. Për sa I përket pyetjes tuaj të parë, pra ajo që folëm ne për takimin tjetër të radhës që do të jetë në muajin qershor, pra takimi I tretë I dialogut të nivelit të lartë, mund të them që ne kemi rënë dakord që është shumë e rëndësishme që në atë takim ne do të kemi një raport I cili do të prezantohet aty. And while we reach this general agreement, I have a certain availability at the beginning of June, the Prime Minister the same. I'm sure we'll be able to find the perfect date to make indeed a good and successful presentation here. Dhe përderisa pra kemi thënë që kemi rënë dakord që do të arrihet një datë, natyrisht që unë kam thënë që unë jam relativisht I lirë në fillim të muajit qershor, po ashtu edhe zoti kryeministër, ndaj kam besim se ne do të arrijmë që të bijem dakord për një datë perfekte për sa I përket takimit të tretë të dialogut të nivelit të lartë. Pyetja e fundit. Last question. Vajza Ncep. Përshëndetje, Klementina Cenkollari nga televizioni Ora News. Do ju lutesha 2 pyetje shumë të shkurtra. Një pyetje dhe sigurisht shumë e shkurtër. Zoti Fyle, a I drueni se qarqet nacionaliste do ta dënojnë sërish Shqipërinë në muajin qershor? Nationalist circle, I don't know what you mean. Qarqe nacionaliste nuk e di për çfarë keni fjalën. It's when I said who is going to decide about granting the candidate status will be the member states, of course. Sepse kur fola më parë, thash që vendimin për statusin e vendit kandidat për Shqipëri e ka në dorë shtetet anëtare të Bashkimit Evropian. The very same member states who appreciated the progress being made by Albania already in December of last year, but maybe you would like to specify your question. Të njëjtat shtete anëtare të cilat kanë vlerësuar progresin apo ecurinë që kishte bërë Shqipëria në dhjetor, ndoshta dëshironi që ta specifikoni më tej pyetjen tuaj? Mund ta specifikoj, është Edi Rama, kryeministri I cili ju keni në krahun tuaj, I cili ka deklaruar. Po ma bëj mua pyetje pse bën aty? I cili ka deklaruar se për fat keq lobimi I fortë që kanë bërë qarqe nacionaliste në vende të caktuara të Bashkimit Evropian ka ndikuar në refuzimin që u bë Shqipërisë për marrjen e statusit. Pra janë qarqe nacionaliste të cilat nuk e shohin të arsyeshme, ekstremiste, të cilat nuk e shohin të arsyeshme zgjerimin e Bashkimit Evropian. Po. Kjo është pyetje për mua, s'është pyetje për komisionerin. Unë falenderoj shumë për këtë pyetje dhe unë I qëndroj pik për pik asaj që kam thënë. Se sa do të ndikojnë ata në qershor, kjo mbetet për tu parë. Por ajo që është e rëndësishme është që ne gjithsoj si në dhjetor të shkojmë përballë Këshillit Evropian me detyra plotësisht të realizuara. Dhe siç e tha komisioneri, janë shtetet anëtare që marrin vendimin final. Dhe ne këtu jemi prap, rëndësi për ne ka Europa brenda nesh, Europa në punësim, Europa në shërbime, Europa në institucione, Europa në bashkëjetesën mes nesh. Kjo është Europa që duam të ndërtojmë ne. Nuk është një udhëtim për të shkuar diku dhe po presim që na japin biletën. Është një udhëtim brenda nesh. Faleminderit. I add the following because I think it's extremely important. Unë dëshiroj të shtoj diçka pasi është tejet e rëndësishme. We judge each of our partner, candidate country or aspirant,
based on its merits. Ne gjykojmë çdo partner, pra çdo vend aspirant ose vend kandidat në bazë të meritës së vet. And I'm actually very pleased to see that despite the many challenges the European Union has faced the recent years, the enlargement continues to be in the focus of all member states and all the EU institutions. Megjithatë, unë mund të them që jam tejet i kënaqur në fakt që shoh që pavarësisht sfidave të shumta me të cilat është përballur Bashkimi Evropian, zgjerimi vazhdon të mbetet fokusi i shteteve anëtare të Bashkimit Evropian dhe i Bashkimit Evropian. Croatia joining the European Union